Profesor Blori, në Shkodër, në këtë stadium ku ju keni drejtuar shumë kohë me ekipin e vllaznisë U19, tashmë në krye të besëdhjes. Po, kështu është puna jonë, ne lëvizim, dhe pas se të visha këtu isha përsëri ke Besëdhja, pas se do kthesha në Shkodër. Tani u riktheva edhe një herë mas 5 vitesh. Po mundona me bëma të mirë aty ku jena, sepse profesionista jena në këtë punë dhe mendojmë se duhet me bëma të mirë aty ku jena. Profesor, një koment për ndeshjen, i kënaqur nga kjo pikë që morën në Shkodër apo prisni diçka më shumë? Tani duhet jemi objektiv, nuk ishte një ndeshje e lehtë. Jo më kot edhe Shiroka ka marrë këto pikë dhe është në atë vend ku është. Por mendoj se kishim diçka pak më tepër. Mendoj se edhe mund ta fitoshim ndeshjen, sidomos me këtë rast që kishim në fund. Gjithsesi më vjen mirë si reagume, sepse psuam një gol në kundërshtim në minutat e para dhe reagume mirë, barazume ndeshjen. Më dëmtoi, them drejtën, edhe dëmtimi i Karakaqit. Është një lojtar i cili ka eksperiencën e duhur dhe është, si më thon, pika kryesore mes fushës son. Na ra pak manovra sulmuese sepse topat kalojnë nëpër këmbët e tij. Gjithsesi unë jam i kënaqur me sjelljen e djemve, kishin ego deri në minutat fundit kërkunin me fituar ndeshjen. Nuk e fituam, por e rëndësishme është si humbet. Nuk humbet ndeshja me një ekip rival në fushë kundërshtare, them se është e rëndësishme. Përmendet dëmtimin e kapitenit Abbas Karakaqit, që është gjendja e tij? Keni informuar nga tani sa folëm, ai ka një shtypje në brinj dhe mendojmë se është duke bë një grafi, duke kontrolluar më mirë. Akoma është në spital, akoma s'ka dalë. Ruani vendin e parë. Besoj që ky është një avantazh në praktën e dytës fazës parë kampionatit. Kemi edhe një ndeshje, sepse ne kemi një ndeshje mbrapa, pra kemi edhe një ndeshje me Naftarin, pastaj e mbyllim, shkojmë në pushimet e dimrit. Ku në pushimet e dimrit duhet bërë një analizë mirë. Ju e dini, jeni mirë informuar se ne kemi pas një kolaudim të skuadrës në ditët e fundit, pra duhet bërë një analizë mirë, shohim ato pikat të cilat kemi nevojë dhe të bëjmë ndërhyjime në mënyrë të tillë që ta kena skuadrën më solide. Profesor, Besëdhja është destinuar vetëm për të ngjitur në kategorinë e parë? Po, kështu është objektivi. Ne duhet me këtë skuadër, me këto afrime si kemi bërë në skuadrë dhe me mënyrën me çastin si ka presidenti kundrejt skuadrës, i cili po na rri shumë afër dhe them se duhet të dalim në një kategori më lart. Një koment i juaj për këtë Shirok që duket se është një surprizë nga kategoria 3 dhe po bën mirë. Ka lojtarë të cilët unë i kam servit disa vite te Stenishat, janë disa lojtarë të cilët po luajnë, është dhënë mundësia për me luajt. Pavarësisht kategorisë, është një kategori e cila po prodhon futboll, po ka edhe tifoza. Kjo do të thotë që gjithë lojtarët nuk është të thënë se munden me shku në Super League dhe në kategorinë e parë. Duhet fillu që këtu duhet shku më lart, ka entuziazëm, është një skuadër e cila po bën mirë deri tani. Florin, vi 1000 tifoz, atmosferë shumë e bukur për të dy skuadrat. Besoj që futbolli shqiptar ka nevojë. Po, kjo është kënaqësi, po gjithsesi duhet të falenderoj tifozat që kanë ardhur nga Lezhë, sepse janë me të vërtetë të shumt në numër, pra ato tregojnë më së miri sepse aty ka një ndryshim. Ka një ndryshim që shpresojmë të jetë për mirë dhe ne t'ja justifikojmë të nxjerrim skuadrën një kategori më lart. Sipas informacionit, për fitoren e Besëdhjes ishte vënë një premie nga presidenti Pierin Fusha për çdo ndeshje. 10.000 euro. Çdo ndeshje, nuk po përmend shifrat. Nuk po përmend shifrat për etikën, por çdo ndeshje kemi premie nga presidenti. E ka thënë që në ditë parë dhe për atë theksova që po na rrin shumë afër, ne jemi të kënaqur gjithë. Pra topin e kemi në dorën tonë, nuk është më në dorën e presidentit. Sepse ne ka plotësuar kushtet, po mundona me bëma të mirë gjithë së bashku. Normalisht vjen keq sepse doshim që të shkuqim me pikë, por duhet me bëj smetin për me fitu ndeshjen. Them se kemi bërë diçka mirë, por kemi pas edhe disa gabime të cilat duhet i rikuperojmë gjatë rrugës. Faleminderit juve.